e natës kaluar, të gjithë pushuan së kënduar i këngët e këngëtarit fjalë dhe gjithë vazhduan të këndojnë Rama jepe dorëçje. Rama jepe dorëçje. Rama jepe dorëçje. Rama jepe dorëçje. Unë propozoj të rikthejmë edhe një këngë të vjetër, cilin veç kryeministri na ka mësuar, po me një përshtatje. Burg, burg, shumë shumë burg. Shumë shumë burg. Burg, burg, shumë shumë burg. Sa burg? Bravo qilde, ta këtë vath në vesh, se aji ose me dorëheqje, ose me burg. Me shumë mundësia i do përfundoj prapa e kurave. Rama jepe dorëçje. 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 Të dashur miqtë e mi, unë nuk do të zgjas shumë. Të njëjtin problem që kanë pasur banorët e Rjollit dhe Zvërnecit, kemi dhe në Kakome 20 vjet që na kanë vënë oligarkët një port në plazhin ton. Poshtë oligarkët. Ramanburg, Saliumburg. Ramanburg, Berishanburg. Ramanburg, Berishanburg. Edhe të ne oligarkët, si në Rjoll dhe në Zvërnec, luan leka i Sallamit, a i tjetëri Atlantiku Dritani, çpun kanë ata në Kakome në vicën tonë, që na kanë dhënë një port si e Rjollit. Për kush ta shëmbi atë portën atje? Në fshatin ton kanë ngelur 20 plaka, 10 pleq, se Edi Rama na ka quar të gjithë dhe në kurbet. Poshtë Edi Rama! Poshtë Edi Rama! E ka spopulluar Shqipërinë. Vjen drejtori Odisea nga Lukova edhe merr një 7-8 nxënës në Lukovë. Merr dhe nga 5-6 në Shën Vasil, edhe vjen të shkolla në Sarand edhe bën 30 nxënës atje në klasat përbashkëta. Kjo është politika e Sorosit e Edi Ramës. Poshtë Edi Rama! Poshtë Edi Rama! Unë nga kjo tribun që ta mbyll dua të ftoj gjithë bashkëtarët e mi që janë të gjithë në emigracion, që në 15 gusht një ditë shnuar tonën të mlidhemi atje në Kakome dhe ta heshim atë portën si në Zvërnec, ashtu edhe në Rjoll. Poshtë Edi Rama! Poshtë Edi Rama! Ramanburg! Ramanburg! Ramanburg, Berishanburg! Oje të mësoni të gjithë për gatës kongën apo jo? Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Tani fjallën e ka një zonë që ka ardhur nga SBA-ja vetëm për protestën.
emigranti, ashtu si vlezrit dhe motrat tuaja për shumë vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Bostoni. Kam ardhur për një drejtësi shumë të madhe, sepse kam 30 vite që nuk më është gjetur e drejta këtu dhe kam ardhur që kjo qeveri të iki një sahat e më parë. Prandaj, shqiptar të dashur, unë ju dua shumë dhe kam ardhur me shumë madh dhe me shumë bindje, sepse ju ka ardhur fundi i kësaj qeverie të korruptuar. Unë kam ardhur apostafat dhe është e padrejt që këta popull kaq i mirë, kaq i bukur, kam ardhur dhe me një grup amerikanësh që më thanë mos e lëshoni vendin tuaj, mos e lëshoni tokën tuaj, është e lidhur me shpirtin tuaj. Ramazan Perişanpur, Ramazan Perişanpur, Ramazan Perişanpur, Ramazan Perişanpur. Do të lutesha të gjithë emigrantëve kudo që janë, në diasporë, në jugu, në veri, në çdo vend të botës, kanë dëshirë të vinë shumë, po janë të ngarkuar me punë, sepse duan një drejtësi për Shqipërinë dhe unë kam ardhur në emrin të tyre. Ju uroj fitore, fitore, pa ndalim. Ju dua shumë. Ju faleminderit shumë. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Edhe një herë. Dorëqe! Dorëqe! Tani kam krasin t'ja kaloj fjallën një vajze që punon si inxhiniere ndërtimi në Gjermani, sepse shqiptarët po ndërtojnë botën dhe për këtë qeveri janë të paaftë të ndërtojnë vendin e tyre. Përshëndetje populli më i bukur në botë. Unë jam Sara dhe vi nga Vëniu dhe doja vetëm të bëja një thirrje. Mendoj që arsyet pse njerëzit janë shesh janë të shumta, por thirrja ime kryesisht ose fillimisht i drejtohet të gjithë prindërve shqiptar, të gjithë ju nëna dhe baballar që fëmijët i keni jashtë ashtu si prindrit e mi. Bashkohuni me ne në shesh për fëmijët e juaj. Të gjithë ju prindër që fëmijët i keni këtu, mos i braktisni fëmijët e juaj në këtë betejë. Ejani me ne në shesh, bashkohuni me ne. Bashkohuni me ne. Bashkohuni me ne. Bashkohuni me ne. Thirrja ime tjetër është për biznesin e vogël dhe biznesin e mesëm, të cilët punojnë dhe mundohen të mbjetojnë në një sistem ku rregullat e lojës nuk janë bërë për ta, por janë bërë për oligarkët dhe bizneset afër pushtetit. Ju lutem, ulni qepena dhe bashkohuni me ne në shesh. Bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne. Thirrja ime tjetër është për gjithë punonjësit e administratës shtetërore, të cilët poshtrohen, kërcënohen, presionohen me lista, sa herë ka votime, protesta, mitingje dhe antiprotesta, si ajo protesta, antiprotesta e turpit dje,
Bashkohuni me ne, lëni frikën më një dhe bashkohuni me ne. Bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne. Dhe thirrja ime e fundit është për të gjithë shqiptarët, për gjithë banorët e Tiranës dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë, për të gjithë ju shqiptarë të zhgënjyer, zemër plasur dhe zemër thyer, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne. Një fjalë të fundit, diaspora është me ju, për ju dhe lufton me ju. Faleminderit, sot jeni shumë, nesër më shumë, në çdo ditë akoma më shumë, derisa Edi Rama t'japi dorëheqjen. Jepe dorëheqjen.